Përshëndetje nga kuzhina Nerit. Sot kam vendosur me nda me juve motra edhe një video shumë të rëndësishme për krejt neve, që kemi qef me u duk pra trupi jon i rrezitur edhe me mor një ngjyrë çokoladë, që themi ne. Tek ne në Gjermani, siç po shihni, nuk janë rrit hala arrat shumë, por në Kosovë janë rrit më shumë, kështu që pa arë pushimet t'ju tregoj si me përgatit këtë vajin për me mor ngjyrën perfekt me u nxi pra në trupin, krejt trupin, ku shkojna në pushime. Krejt që ka jo nevojitën janë, i merni një 7-8 arra ma të mëdhoja, normal, sepse këtu janë halat vogla, që shtu të gjelbërta, edhe i ndoni në 4 pjesë, arrat e gjelbërta. I qitni në një kavanoz të qelqit. Mande i merni 2 karota edhe i gryni në gryse, po ashtu i qitni në kavanoz të qelqit, edhe mbushni pra kavanozin me vaj ulliri. E mbyllni kapakun edhe e lani për 1-2 javë që shtu në dritare, në dillit qëndraj. Pas 2 javëve e hapni kapakun, e kulloni atë vajin, e qitni në shishe kështu që spërkatni për shembull trupin ose për flak, edhe kur shkoni në pushim lyni me ta trupin, keni me pa çfarë ngjyre, se asnjëherë s'keni marrë çfarë ngjyre që keni me marrë me qëto, ju garantoj. Veç desha ta ndaj derisa të rritin të ne, ju e përgatitni atje na bëni hazër edhe ne kur të vim në Kosovë. Mos harroni përgatitni se keni më falenderu. Ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetat në një deri në recetën e radhës nga kuzhina Nerit të tham, miru pafshim.